dhe i mbetet njerëzve dhe qytetarë me besu është të vërtetë ajo apo jo. Për shembull, Kanal 10 pse s'ka vendosur me pas exit poll është pikërisht fokusi që e ka pa në pritjen e rezultatit ndoshta kështu më real, më zyrtar. Dhe duke pas parasysh në garë janë ose në proces janë shumë prej kompanive që bëjnë këto balotazhe dhe në farforme diku e bën një huqe. Thjesht kësaj radhe kemi vendosur, ne kemi qenë pjesë e exit pollave 2021-ën, kësaj radhe kemi vendosur që të shkojmë kështu. Ajo çka di është që disa prej kompanive dhe kolegëve të televizioneve kanë organizuar dhe sonte exit pollën në disa komuna përkatëse, jo në gjitha. Pra në këto kush interesi më i madh, sidomos është Prishtina, Prizreni, Peja dhe Mitrovica dhe ka paralajmërime që do të dalin. Por e thash edhe një herë, praktika e raundit parë tek exit pollave dhe gara e ngushtë afërdit se mirë që e përmende këtë që po shihet në disa prej komunave, mundet me determinu që dikush për exit pollave me huqë dhe fituesin, sepse nëse është 2-3% pyetje, ti mundesh me huqë se kush është fitues. Pra nuk janë 3-4-5 kandidatë aty. Që me huqë përqindjen, po mundesh komplet me huqë fituesin sepse janë 2 kandidatë dhe kur gara është e ngushtë që me gjas po del e ngushtë në disa prej komunave është e vështirë me parashikuar 100% që exit polli është i saktë. Por e mirë është gjithçka vërtetohet brenda një ore gjysmë, sepse unë besoj që rreth orës 20-30 do të ketë orientim zyrtar se si do të shkojë procesi. Në momentin që numëron 67% kutive të votimit, ajo është trendi dhe praktika ka treguar që nuk ndryshon deri në fund. Dhe të shohim, por është vendimi vetë të televizionit, vendimi vetë kompanive që të bëjnë edhe